أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد falënderimet dhe lavdërimet janë për Allahun xhalla xhelaluhu, salatet dhe selamet, përshëndetjet, lutjet dhe duat tona më të mira janë për më të mirin e gjithë pejgamberëve, Muhammedin të birin Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm, dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pastërt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam deri në ditë gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, mëkatet, gjunahet të cilët i bëjmë kashi Zotit ton, mosbindjen që e bëjmë kashi krijuesit ton, janë për shkaktarëve të shumë dëmeve që mund të na godasin si individ apo si shoqëri. Ne jemi të urdhëruar që të adorojmë Allahun Teala, të i bindemi krijuesit ton. E nëse nuk i bindemi, mëkatojmë. E nëse mëkatojmë, ndëshkohemi nga ana e Allahut Teala. Ka mundësi që Zoti xhalla xhelaluhu të na ndëshkoje me ndëshkim të shpejtë në këtë botë, po edhe ka mundësi të na i vonojë ndëshkimin dhe që të jetë ndëshkim në zjarrin e xhenemit. Nëse nxitohet ndëshkimi, na vjen këtë botë, qoftë me humbjet pasurisë, humbjet shëndetit, apo edhe shkatrimin total tonin nga armiq, nga ndurët e armiqve, apo termeteve, apo ujit, vërshimeve të ndryshme, apo viruseve të ndryshme, kjo me një anë është edhe mshirë për mësë Allahu Teala. Se dyhe nuk dënon për të njëjtin mëkat. Por nëse na vonohet dënimi edhe përkundër të këqijave të mëdha që i bëjmë, nshimeve të mëdha që i bëjmë, katimeve që i bëjmë karshi Zotit ton, nëse shohim se nuk po dënohemi për to në këtë botë, atë ta dimë se në botën tjetër dënimi është shumë më i ashpër. Për çfarë arsye u dënu populli i Nuhit alayhis salam? Për shkak të mëkateve që i bëni, shirku që i bën Allahu Teala. Për shkak të mëkateve u dënuan edhe populli i Hudit alayhis salam. Populli Ad, u dënu populli Salihit alayhis salam, për shkak të mëkateve, gjunaheve, kufrit, mohimit të njohshmërisë së Zotit u dënu Faraoni. Për shkak të mëkateve u dënu edhe Karuni, i cili ishte prej pasanikëve shumë të mëdhej, por që e kishte verbru pasuria e tij dhe mendonte se ai e ka fitu dhe nuk kishte nevojë me adhuru Zotin e vetë. Prandaj edhe mëkatit, kufri, mohimi që ja bani madhnisë Allahu Teala, ishte shkaktar që ta gëlltiste toka atë dhe pasurinë e tij. Mëkatet ka qenë sebeb për humbjen e shumë vendeve të muslimanëve. Dhe derisa ne vazhdojmë me mëkatu me Allahun Teala, derisa ne vazhdojmë mos me majt premtimin e dhon karshi Zotit ton që të jemi rob të mirë, që të falim namazin, të kryjmë obligimet, sikur që është agjerimi, zeqati, haxhi, që të përmbahemi nga ndalesat që na i ka ndaluar Allahu Teala, sikur që është alkooli, apo që është kamata, apo zhveshja e femrës. Nëse nuk ndalemi së mëkatuari, atëherë është e pashmangshme nënçmimi dhe dënimi nga ana e Allahut Teala. Prandaj, për çdo gjendje që e shohim sot ummetin ton, qoftë ne si individ apo si tërësi, si ummet, që sot jo besimtarët i vërsulen besimtarëve, besim drejtëve muslimanëve, ta dimë se shkaktar për këtë punë kemi mëkatet të cilat jemi duke i bërë. Andaj shejtani kërkon prej neve që të na nxjerrë neve nga rruga e adhurimit të Zotit ton. Iblisi i mallkuar, kur u dabu për mëshirës Allahu Teala, i premtoi Zotit se unë do të bëj çmos që të nxjerrë njerëzit nga rruga jote. Andaj e bën çmos që neve të na fus në pabesim, në kufër, që të na fus në idhujtari, apo në shirk, ortakni t'i bëjmë Zotit. Nëse këtë nuk mundet, atëherë mundohet me na qit në bidat. Të fusim gjana në fen e Zotit, të cilat nuk janë prej fesë së Zotit, për cilën edhe temë do të flasim sot. Por nëse nuk mundet
që të na bëjë neve që të fusim diçka në fejë të Zotit, të shtojmë fejës Allahu Teala, atëherë mundohet që na bëjë të pa bindur karshi Zotit ton dhe të mëkatojmë karshi Allahut Teala. Andaj ne duhet ditë se po gabum dënohemi. Në këtë apo në atë botë. Thotë Allahu Teala, secilin prej tyre ne e kemi dënuar për shkak të mëkatit vet. Surat El-Ankebut ajeti 14. Po ashtu thot, e për shkak të mëkateve tyne i shkatruam ata popuj në suratul An'am ajeti i 6. Për shembull, për shkak devijimit në moralin e tyne, ishte i dënuar populli i Lutit alayhis salam për shkak homoseksualitetit të tyre. Shkelen normat e Zotit, Zoti i dënoi. Populli i Nuhit alayhis salam u dënu për shkak shirkut. Se adhurun Allahun, po shoqëruan idhuj të ndryshëm. Andaj Allahu Teala thot, për shkak të mëkateve tyne i shkatruam. Surat An'am ajeti i 6. Prandaj është shumë më rëndësi që të kemi kujdes që mos mëkatojmë karshi Zotit. E për mëkateve më të mëdha është me shti diçka në fenë e Zotit. Ajo që s'është prej fesë. Nuk kem drejt neve me shti në fetë Zotit atë që ai nuk e ka zbrit prej qiellit apo nuk e ka dërgu pejgamberin alayhis salatu wassalam me na mësu neve fenë. Ai është dërgu për me na mësu fenë. Nëse ai që është dërgu, s'ko rasti konkret, Muhamedi alayhis salam, nuk na e ka mësu një çështje të caktuar, nuk na ka urdhëruar apo nuk na e ka ndaluar. Nuk është e jona që të fusim gjëra të tilla në fe. Nëse këtë e bëjmë, atëherë kem bë bidat. Do thotë bidati është çdo gjë që i shton apo i mungon fesë së Zotit, ajo është feja e pastër islame. Me qëllim që të afrohesh Zotit tënd në adhurim, ajo nuk ka bazë në Kur'an ose në Sunet, është bidat dhe si e tillë është e refuzuar nga ana e Allahut Teala. Do të flasim inshallah argumentet për këtë çfarë jemi duke e fol. Mirë po, bidatin e kanë urrejt gjeneratat e para të muslimanëve. Thot për shembull Said ibn Jubair, që ka qenë prej tabiinëve, me pa djalin tim u shoqënu me ndonjë çfrenum apo hajn, por që është pasuesi i sunetit, nuk është bidatçi, është më i dashur për mua se sa me pa djalin tim me u shoqënu me ndonjë bidatçi. Po ashtu Ibn Abbas radiallahu anhu, djali i Hoxhës pejgamberit sa dhe një prej komentatorëve të mëdhtë të Kuranit thot, mos u ul me pasues e epsheve, ata janë bidatçinë. Për arsye se thot ndjenja me ta është smundje për zemrat. Kur shoqënohesh me ta, për shembull me nejt me njanin që prej rafidive që të thot ty Kurani është i ndryshuar, Ebu Bekri është pa besimtar, Hazreti Omeri është pa besimtar, ata janë konzullumqare sende, kjo çka të bën? Kjo e smund zemrën. Ty ngu njerëz të smund me zemrat e tyne, mundet me smu edhe zemrën tënde. Po ashtu Fudail ibn Iyad, një tjetër prej dietarëve të gjeneratëve të para, thot, kur ta vresh ndoj bidatçi në rrugë, ndro rrugën. Aman veç mos u shoqëno me ta nëse ka mundësi me të deviju edhe ty nga rruga e drejtë. Po ashtu Fudail ibn Iyad thot kush e ndihmon bidatçiun, ka ndihmu shkatrimin e fesë. Nëse ti mundohesh me ndihmu ata, ndet e tyne shkon, qëndron, apo i financon botimet e tyne, librat e tyne, i shpërndan fjalët e tyne, atëherës e ke ndihmu me u shkatru Islami, të cilin Allahu e ka plotësu kur ja ka zbrit Muhamedit alayhi salatu wassalam. Po ashtu Ebu Idris el-Haulani thot, ta shoh në xhami zjarin që nuk mund ta fik, është më i dashur për mua se sa të shoh në xhamiat e Zotit bidat që nuk mund ta ndryshoj. Ma letë kanë thonë, është me u shkatru që ky objekt i adhurimit, se sa me u shkatru daveti brenda xhamiave, sikur që i vrejmë sot në për xhamiat e ummetit Muhamedit alayhis salam,
me hallkat e zeqrit që nuk kanë kur far bazën në sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, haj, ho, ho, tu bon tëne të lëshu zona, apo manifestime, jo e 7, jo e 40, jo natë e madhe e Mirajit, jo natë e madhe e Regaibit, jo natë e madhe e Beratit, jo natë kështu, jo natë ashtu, për kujtim kjo, për kujtim ajo, jo me vlit për ditëlindjet Muhamedit alayhi salatu wassalam, thot ma mi për mu me pa mu dje kjo xhami se sa me pa që përbohen bidate brenda asaj xhamis. La, nëse nuk e ka bo Muhamedi alayhi salam, nuk e kanë bo sahabët e Muhamedit alayhi salam, nuk është e jotja dhe imja me e bo një gja në shtëpitë Zotit. Ata se kanë bo, ata se kanë festu. Ti pse po e bën? Ti pse po e feston? Në emër të adhurimit, afrimit Allahu Teala, nuk mundesh me afru Allahut me një punë që ai nuk e ka urnu, ose Muhamedi alayhi salatu wassalam nuk na e ka mësu neve. Abdullah ibn Mubarak thoshte, kujdes mos u ul me bidatçin. S'mohet zemra, s'ul me xhliset e tyne, mos shkon në vende ku bohen bidate, se kjo është e dashur për shejtanin. Thot Allahu Teala në Kur'an, pse zbën me fut sende që nuk janë të bazume në fjalën e Zotit ose në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Thot Allahu Teala se kemi të ndaluar me ajet Kur'anit. Thot, dhe kjo është rruga ime e drejtë. Pra përmbajuni kësaj e mos ndiqni rrugë tjera e t'ju ndajnë nga rruga e tij. Këto janë porositë e tij, është fjala porositë e Zotit për ju, ashtu që të ruheni, Suratul An'am ajeti 153. Siratul Mustaqim, rruga e drejtë, për cilën urdhnon Allahu në këtë ajet, të pasohet është rruga që Allahu na ka mësuar nëpërmjet librit të tij dhe na ka shpjeguar pejgamberi i tij Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe shokët e tij që kanë qenë dëshmitar të zbritjes së shpalljes Kur'anit dhe fjalëve të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Sa rruga që e kanë ndaluar dhe thot mos ndiqni në rrugë tjera që t'ju ndajnë nga rruga e tij, rruga e Allahut Teala, cilat janë rrugët e thirrësve të epsheve të tyne, bidatçinëve, të cilët thrasin. Hajde sot bën në qëtë punë, hajde bën. Pse po e bën? Po kështu i kena po baballarët tonë. Po kon adet të ne, çka vëdon ti me na hek neve adetina? Këta janë thirrës të bidatit. Si mos ka bazë, në Kur'an dhe në Sunet, mos e vepro një gjë të tilla. Për shembull, Allahu Teala thot për ditën e Kiametit, në ditën kur ka ftyra që zbardhen, ka ftyra dhe që nxjihen, surat Ali Imran ajeti 106. Abdullah ibn Abbas, që konsiderohet komentatori më i madh i Kur'anit i gjitha kohërave, dhe njëjtën kohë është djali i Axhës pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur e komenton këtë ajet, surës Ali Imran, thot, atyne që do t'ju zbardhen ftyrat janë pasues të sunetit dhe xhamatit, ehli sunne wal jamaa. Ftyrat e tyne do t'jenë yawma biyaddat wujuh. Ju zbardhon ftyrat, bëhen nur, pasues e fjalës Allah dhe fjalës pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe sa dita kur ju swaddat wujuh, ju nxihen ftyrat e tyne, wujuhum, ata janë pasues e bidatit dhe epshit. Për arsye se nuk kanë ecë me mësimet e krijuesit tyne dhe mësimet e pejgamberit tyne, i cili thot, dhe një për argumenteve pse s'duhet me punu me bidate, me risi, me gjana që s'janë të fesë. Po dek pejgamberi sa ti po vjen edhe për bën diçka që s'e ka bërë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, as ka urnu Zoti, as ka urnu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Kush shten, hadithin e transmeton Buhariu dhe Muslimi, kush shten, kush shpik në çështjen tonë diçka që s'o prej saj, që se u kemi mësuar juve, ajo është e refuzuar. Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Kush e punon një punë që neve s'ja kemi urnu, s'ja kemi mësu, është e refuzuar. Hadithin e transmeton Imam Muslimi. Për shembull, shkon varreza, knon elhamin, 3 kul huwallah, ajetul kursi, tesbih,
Pse pe bën këtë punë, vëlla çështu më ka thënë baba, kur shkon vorra s'bane. E mi çka tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, Aisha radhiyallahu anha, e pejgamberi alayhis salatu wassalam i tha Aisha, ja Rasulullah, kur po shkën varrezat Bakijës, Medinës, po kaloj për rreth sa, çfarë të them? Tha thuje selamu alejkum ahle diyar min al-mu'minina wal muslimin. Jepi selam banorëve të këtyre shtëpijave nga besimtarë dhe musliman. Antum sabiqun wa inna inshallah bikum lahiqun, ju jeni të parë tonë, jemi pasues të juaj. Ju jeni tek para neve, ne kemë përjetuar çfarë keni përjetuar ju. Nas'alullah lana wa lakum al-afia, lusim Allahun që ne dhe ju të na jep shpëtimin inshallah dhe faljen. Afia. Kjo është sunneti pejgamberit alayhis salatu wassalam. E ti kur i thuk non një elham edhe 3 kuli vallah, këtë ose atë ti e ke shkel dhe ke nënçmu sunetin e pejgamberit alayhis salam. Ke anashkalu. Ç'kjo është bidati? Me bot diçka që se ka urnu pejgamberi alayhis salatu wassalam. Prandaj mos e vepro një punë se është e refuzuar për të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Mos ta kumsu nga e bën ti këtë punë. Edhe për shembull në për hutbe, kur e marrim hutbën ditën e xumë, kemi një pjesë në hutbe në të cilën i citojmë fjalët e Muhamedit alayhis salatu wassalam, i cili thoshte: "Amma ba'd fa inna asdaqa al-hadithi kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam." Fjala më e mirë, fjala e Allahut, udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhamedit alayhis salatu wassalam. Wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalalah. Punt më të këqija janë risit. Punt më të këqija janë bidatet. Wa kullu bid'atin dalalah. Çdo bidat është dalalet. Hadithin e gjajmë te Imam Muslimi. Dërsa në hadithin tjetër që transmeton Imam Nesaiu, të njëjtin identik, e ka dhe shtojcën wa kullu dalalatin fi an-nar, e çdo devijim, çdo bidat që është devijim, është dalalet, thot është në zjarrin e xhenemit. E që merr përsipër ti me bën një punë, edhe me fitu me të ardhë fundi që çon në xhenem. Mos me punu me sunnet pejgamberit sa. A Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Man raghaba an sunnati falaysa minni." Kush largohet për sunnetit tim, ai nuk është prej meje. Hadithin e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Sahabët e pejgamberit alayhis salatu wassalam ka qenë ata të cilët ka qenë shumë përpik në pasim të fjalëve të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Asgjë nuk kanë shtu nëse se kanë gjetë burimin në Kur'an edhe në sunetin e pastët Muhamedit alayhis salam. Shqyqo Abu Bakr radiallahu anhu thot: "Unë jam pasues, nuk jam shpiks, nuk jam bidatçi. Unë pasoj, çka pason? Librin e Zotit dhe sunetin e pastët Muhamedit alayhis salatu wassalam. Nëse eci drejt, më pasoni, e nëse devijoj, atëherë më përmisoni. Po më shihni, po pasoj Kur'an dhe sunet, më pasoni. Se unë po bëhem halife juaj, vdiq pejgamberi alayhis salam. Ama nëse më shihni se nuk jam të ecë në pasim të Resulullah sallallahu alaihi wasallam, atëherë tha Abu Bakr radiallahu anhu, më përmisoni." Omar ibn Khattabi radiallahu anhu, halifja i dytë të muslimanëve, thot: "Kujdes nga ata që filozofojnë, nga filozofët, se ata janë armiq të sunnetit. Aty në u ka ardhur vështirë me mësu hadithet, andaj kanë folur sipas mendimeve, edhe kanë deviju veten e tyre dhe i kanë deviju të tjerët." Nuk ka që ka filozofën fejtë Zotit, është shumë letë fejë Allahu Ta'ala. E ke argumentin e vepran, se ke argumentin në Kur'an dhe në Sunnet, e len, nuk e vepran. Së mund është të marrë me mësu njerëzit, jo këno një elham të rekuli vallah, e qka nëse vjen dikush edhe të thot, e s'po du një elham edhe të rekuli vallah, po du në 7 herë me ledzu të spidove, në ajetul kursin. Allahu la ilaha illahu el hayyul qayyum. Po vjen një tjetër thot, ja mara, unë e di kuli vallahin, unë e po thëm 11 herë kuli vallahin. Vjen tjetëri thot, jo, unë e du 17 herë i natajnën. Vjen njëni thot, jo, unë e po du 25 herë, e lem të rakefën e komësu, që ato kom e ledzu për të degme. Si cili kokën veti, si të fillon për qami. Dorsa po pasum, jemi të bashkum. Po shtum fej, si cili kokën veti, atëherë, ymeti jo që qështu të shak. Plot me 10 qindra mendime kemi, 1000 mendime kemi, edhe 1000 tarikate kemi.
se cili kokën veti. Kjo tarikati filanit, ai filanit, dhe se cili thirret në islam, ai islami është i pastër prej tyne. Në islam, kur thirresh, ki me pasu fjalën e Zotit dhe pejgamberit alayhis salam. Tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, po jo loj dy gjana. Nëse kapeni për to, Allahu ju ngrit ju. Nëse i lëshoni, Allahu ju lëshon ju. Ajo është Kitabullah wa sunnat nabiyikum, libri i Zotit tuaj edhe suneti i pejgamberit tuaj. Po u kapën për to ngritemi, po i lëshum, Allahu neve na lëshon edhe na nënçmon. Prandaj Ibn Abbas radhiyallahu anhu thotë për mbajtjen e qëndrimit drejt dhe gjurmëve të parëve dhe kujdes nga bidati. Vetëm pasoni të partë e juaj dhe kujdes nga bidati. Ibn Umar radhiyallahu anhu thoshte çdo bidat është devijim edhe njerëzit nëse e shohin si të mirë. O bidat, ama njerëzit e kanë pranuar, njerëzit pe bëjnë është adet edhe nuk ka problem. Pse pe bëni problem? Devijim është edhe është largim prej mëshirës Allahut Teala. Se sikur ti po don me përgënjeshtru, po do të thonë Allahi e ka lënë të mangët, sikur që ka thonë dietarët. E ka lënë të mangët fen. Ani pse ka thonë në Kur'an, "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Ajeti Kur'anit që i zbriti ditën e Arafatit Haxhin Lam të mirës Muhamedit alayhis salam. "El-yawma akmaltu lakum dinakum." Sot u apërsosa fenë e juaj, wa atmamtu alaykum ni'mati. U aplotsova juve dhuntin time. Wa raditu lakum al-islam dinan. Dhe mi kënaqem që Islami të jetë feja juaj. Cili Islam? Sikur që thot Imam Maliku, që Islam që ka qenë kod pejgamberit alayhis salam. Çka ka qenë din? Kod pejgamberit alayhis salam din ditë kiametit është din, thot Imam Maliku. Çka s'ka qenë fe, në atë kohë deri në ditë kiametit zot me qenë fe. Pastaj nëse mëson edhe më thot dikush, bëna çat punë, do të më pyeten çka e ke të bazuar me këtë punë. A ka ndaj urdhën të Kuranit, a ka ndaj sunet pejgamberit alayhis salam? Jo, Allahu që ka na det te ne më bë që kjo punë, e nuk ka din kjo çështje, vllazë. S'mujmë me bo neve ne të mëdhaje dhe ditë të mëdhaje nëse se ka bo Muhamedi alayhis salatu wassalam. Prandaj kemi gjendën kështu që kemi kaos në ummet. Bombardojnë atje, bombardojnë këtu, vrasin atje, vrasin këtu, nënçmojnë atje, nënçmojnë këtu. Pastaj ne i shajmë të huajt. Para se me shat huajin, shaj veten tënde, se ka mundësi ti dhe unë jemi sebeb për gjendjen e ummetit. Përmirësojmë veten tonë. Ti kthehemi rrugës së Zotit dhe pejgamberit alayhis salam. Në çdo send shiqo Allahu se si ka me na lehtësu situatën në cilën gjidemi. Erdhi një njeri për shembull te Ibn Omeri. Sa bukur e kanë marrë vesh dinin sahabët e pejgamberit alayhis salam, shok të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Erdhi dhe teshti. Edhe kur teshi tha alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Falënderimi i takon Allahut, selami i takon Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Omeri dëgjoi këtë tha, edhe unë them alhamdulillah wassalamu ala rasulillah, por jo çto, jo kur teshi. Se kështu s'na ka mësu pejgamberi alayhis salatu wassalam. Po çish na ka mësu pejgamberi alayhis salam? Me thon alhamdulillah ala kulli hal. Këtë ka ni Abdullah ibn Omar. Edhe tha e bëj çish ka thon pejgamberi alayhis salatu wassalam. Për shembull vllazën, Resulullah sallallahu alaihi wasallam tu hongër buk na ka mësu para se me fillu ushimin me thon bismillah, në emrin të Allahut jam të hongër. Me thonë, bismillahirrahmanirrahim, rahmanirrahim, e shtoj, që ka bidat? Se ka thonë Muhamedi alayhis salatu wassalam. Kjo është ajo vija. Sikur që po thot Abdullah ibn Omeri, ky sahabi, djali i Hazreti Omerit, radhiyallahu anhuma. Po thot, edhe unë çoj salavat. Ambo që tu jo, që shtu s'ma ka mësu Muhamedi alayhis salatu wassalam. Se thot Imam Maliku, kush shpik në Islam ndoj bidat dhe e shesit mirë, a i pretendon se Muhamedi alayhis salam e ka tratu shpalljen. Se Allahu tha, sot e kom përsos fejnë e juj. E ky po vjen edhe po thot, po ma kon mirë edhe që tonë me ba. Pse na mos me festu ditëlindjen e Muhamedit alayhis salam? Çka ka të keqe na me festu? E ke pa? Arsëtimin e kanë, po çka ka të keqe? Ata pe festojnë ditëlindjen e Isës alayhis salam, edhe na ta festojmë ditëlindjen e Muhamedit që është hala më i mirë se Isa alayhis salam. Shë për shembull Imam Maliku çfarë bën? Në kohë Imam Malikut ka ardhur njëri edhe i ka vesh teshët e ihramit. Pre Medinës.
teshat e ihramit, kur do me bo haxhe dhe umre, vishet te mikati, nëse jenë Medine, vishet prej mikatit, vendit, nga ku njëri zbën me teshat e veta me vazhdu rrugën për në Mekë, po do të 2 pelerina me i vesh të pasata, me largu kret teshat e trupit dhe me i vesh 2 pelerina të pasata, që i qyp teshat e ihramit, edhe për aty me bon jetë, edhe me lebejk, Allahumma lebejk, me unis për në Mekë. Gjësa ky që ka bo, ky Medine, ka shku të gjamia pejgamberit alayhi salatu wassalam, dhe i ka vesh teshat e ihramit, edhe shku afër varrit të Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Mi thot Imam Maliku, çka ke bo? Tha, i kom vesh teshat e ihramit edhe po shkoj në umre. Tha, po pse këtu i ke vesh? Tha, po kom frikë që mos po bjen në fitne. Çfarë fitne tha o kjo? Çfarë sprova o kjo? Çfarë fitne e ki fjalën? Çka kom bo? Disa kilometra pak më larg, i kom vesh te xhamia Resulullah sallallahu alaihi wasallam me respektu sunetin e tij që na e ka mësuar neve. Tha, po kom frikë, mos po të godet ajeti i Kuranit ku thot Allahu Teala falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Letëruhen ata të cilët nuk punojnë me urdhnin e tij, pejgamberit alayhis salam, të mos i godet ndonjë fitnë, ndonjë sprov, apo të i godete ndonjë azab i dhëmshëm. Mos e kundërshtoni sunetin e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Për shembull, Said ibn Musayyib, prej tabiinëve, gjenerata e parë që është mas sahabët pejgamberit alayhis salam. E pa një person i cili sunet është vllazën, mi fal 2 rekate namaz sunetit, sabahut, edhe ato të shkurtra, e pastaj me fal farzin 2 rekate të namazit sabahut. Dhe pas asaj deri në lindjen e dillit nuk falet kurrë. Me po Said ibn Musayyib e pa njonin në xhami u çu edhe po falet namaz nafile, mas sabahut. E kqyri edhe e pyeti, tha, çka e të bota po fal namaz nafile po fali? Nuk o tha prej sunetit me u fal mas farzit. Deri në lindjen e dillit s'bën me u fal. Edhe ky u ngrit edhe i tha, ja Aba Muhammed, kështu ka qenë lagapi kunje, ofiqi i Said ibn Musayyibit. O Abu Muhammed, tha, Allah i ka me më dënu mu pëse po fali namaza. A për namazon e dënoma. Jo, tha, Allah nuk dënon ty që po fal namaz, po Allah i mund me dënu ty që po e kundërshton sunetin e pejgamberit ti Muhammedit alayhi salatu wassalam. Transmetimi është te Bekiun Sunenin e tij dhe Abdur Razaku, është transmetim me vargun zinxhiror të vërtetë. Kjo është çështje. Justifikimet e tyre të bidatëve të këtill. A pse unë po çoj salavatën te pejgamberit alayhis salam, unë po hin gjuna, apo pse po falem unë namaz nafile, unë po hin gjuna. Jo, ti për këtë nuk hin gjuna. Ti hin gjuna pse po e kundërshton sunetin e tij. Prandaj citu më herët ata ajetin që i tham Imam Maliku atij personi që kishte vesh ihramat më herët. Letëruan ata që kundërshtojnë sunetin e tij, urdhrin e tij. Është fjala për Muhamedit alayhis salam se ata mund t'i godas ndoj sprov. E goditja me sprov çka është? Ka thënë ulemajet ç'tone. Mund më bë bidatçi, me deviju zemra e tij, edhe mos me punu me sunetet e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Bidati pse bëhet edhe pse është i keq nderuar vëllezër, pse është i keq? Kanë thonë dietarët për arsye se edhe pse jetoj punon një punë, ajo është e refuzuar, Allah s'ta pranon atë punë. Se pejgamberi sa po thotë, kush e punon një punë që ne s'ja kemi mësuar, është e refuzuar. Dhe pse po e bën kur është e refuzuar? Ti nuk sevap s'kin ta, më mundu sa të dën sevap apo shpërblim nuk kanë ta, sikur që thot Allahu Teala në suratul Kehf ajetet 103 dhe 104, thuaj aty tregojmë juve për më të dëshpërumit në veprat e tyre, ata janë veprimi i cilëve u azgjësuan jetën e kësaj bote, megjithatë ata mendojnë se janë ka bëjnë mirë. Ne u kemi azgjësu veprat e tyre, ata mendojnë se janë të bë mirë. Prej dënimeve të bidatçijut është se privohet prej tëubës, prej të këqijave të veprimit të bidatit, se ky nuk mundet me bë tëubë. Edhe me bë mi thonë, le vëlla këtone, bën tëubë, ky sun bën pa e lënë bidatin. Se thot pejgamberi alayhis salam në një hadith që e transmeton Imam Tabaraniu
dhe Imam Behekiju, dhe sikur që e ka përmend dhe i ka bë Sahih Tërghib Tërhib Sheikh Albani, është hadithi apo transmetimi është i vërtet. Thot pejgamberi alayhis salam, Allahu e pengon tauben nga çdo bidatçi derisa ta le bidatin e tij. Bidatçi nuk mundet me u kthye në sunnet pa e lënë bidatin që është tu e bë. Hem me e bë bidatin, hem me thonë, unë po duam mu kthy tamam, që ka bë pejgamberi sa s'mundet. Allahu e privon prej taubes. E ndalon, s'mundet me bë taube nëse ne nuk e lën bidatin e tij. Muhamedi alayhis salam na ka premtuar se Allahu ka më na ngjall ditë kiametit dhe ka më na tubu ummetin e Muhamedit alayhis salam të një bazen, një muj largësi është ecje, një muj ecje është gjatësia e atij bazenit dhe një muj ecje është gjerësia e atij bazenit. Uji më i ëmbël se sherbeti, më i bardhë se bora, dhe tasat që do të pim prej saj, Allah na mundsoft me pi prej atij uji, që thot pejgamberi sa kush pi prej saj, ma nuk e çtohet kur, do thot nuk bëhet më xhenem le. Janë prej arit edhe prej argjendit. Tasat, gotat që pijen prej atij bazenit për plot ujë, dhe Muhamedi sa më ju jep ummetit ti me pi, që mos më u djegën zjarrin e xhenemit. Po është një grup që i njeh Muhamedi alayhis salam mbas shejave të abdesit dhe sejdës, dhe thot vinë me laçet, vetëm me lan me pi ujë, i marrin edhe i dërgojnë. I thot Muhamedi alayhis salam, ku pi dërgoni këta janë të ummetit tim? I thënë, ti nuk e din çfarë bidate kanë bërë këta mas teje, ja Muhammed. Këta kanë shtin din, sende që se kom prej dinit. Atëherë thot Muhamedi alayhis salam, suhqan, suhqa. Larg prej meje, këta të cilët pas kanë ndryshu fen pas meje. Ma arti edhe me shti sende që sëm prej dinit, e me u arsetu me traditën e baballarëve dhe gjyshnave, pa e kem pas adet në këtë punë. Sigur unë e maj mend, ishte një afër me familjes nga ana shoqës time, i ka dek nana edhe ka marrë të një anën e Prizrenit, qujmë një ashlami, thënë si kësi është si për petë, edhe me peta, bote, me sende, është shumë nxehtë, pastaj ne e grinë. I kish djeg gishta dhe i kishte me fash të lidhun. E pyeta thash, çfarë pyetje, pse janë lidh gishtat? Qenë ka adet të disa, ditën e 52, sipas tyne, bestytnive, është koha ku ndahen eshnat prej mishit të vdekurit, e është minë që atë koti që më marrë që atëne, edhe shpejt me e gri të nxet prej furrës, që sa ma shpejt mju nda mishi prej ashtit. Subhanallah. Çka ka lidhje kjo me të vdekmin? Muhamedi alayhis salam s'ka hongër kur brum të grunit të bardhë. Kur? Lemo me hongër ashlam të Prizrenit, që është adet vetëm të ne, se kam vrejt në përvendet e tjera. Që ka të bëjmë me ditën e 52? Po haqë që për e dëzajmë, po që ka të bëjmë që ti ndatë ma shpejt mishi prej ashtit? Që po ti në ty në punë? Këto që janë gjana shumë normale, varet për relaksisë të tokës e sende, këto procese që toka i krynë, iq s'ki nevoj me animu ti aty në me kësi bestytni. Këto janë ato bidatet, që s'kan të bëjnë me fene Allahu Ta'ala. Dhe ti mi shti këto, e masene me dash me shku të bazeni i pejgamberit alayhis salam, me kërku ujë me pi, që mos mu e qëtu në gjenem, harojnë dërun Allah, vetëm shira Allah të është që të falë. Bidatçi është i mallkum për Allahut. Se tha pejgamberi alayhis salam, kush shpik në Medinë është fjala bidat, apo e ruan, e strehon në Medinë bidatçin, ndaj tij është mallkimi i Allahut, i melaçeve dhe i tër njerëzimit, i tër njerëzve. Hadithin e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Medinë pejgamberit sallam është shumë më i rëndë me bë bidat, apo më u dhon mundësi bidatçive me bë bidate. Prandaj shku te Resulullah sallallahu alaihi wasallam, mundu vëlla me ndru për të mirë, edhe me respektu pik për fjalë dhe çdo vepër të Muhamedit alayhi salatu
selam. Se sa më shumë kanë thënë dietar që bidatçiu e shton mundin, aq më shumë Allahu e largon prej rrugës së tij. Prandaj tema është shumë e gjatë, mund të flas me ligjërata, seri të ligjëratave dhe shumë e rëndësishme, po pse herën e kaluar më folën për sunetin, e pam të rrugës që të flasim për bidatin që mos të veprojmë gjëra që na largojnë nga Zoti. Se pranimi i një veprës duhet të plotësojë kushtet ndërmjet vëllezër. Në një të jetë për hir të Zotit, një jetë është shumë e rëndësishme dhe dy të jetë në përputhje me urdhën e Zotit. Ose me librin e Zotit, me Kur'an, ose me sunetin e pejgamberit të Zotit. Nëse njëna prej këtyre dy javëve nuk plotësohet, është e refuzuar. Prandaj po don me bë diçka për të vdekurin tonë, këshir pyet, a ka bazë sunet pejgamberit sa? Po don me u martu, që si ka qenë koha e pejgamberit sa martesa. Çka është? Jo më shku për shembull martesë, e shtin dorën sherbet nusës, e preke pragun e nalte, preke këto, preke e lipije gishtat e bane, pse se ne të vjene amel. Ne shkoj amel jeta e tyne. Ose merë fëmin, djallë të dalë për kërët, jep janë prehen, ne të na linde djallë. Këtë janë bidate të ronda ndërum vlazën që mundën edhe me të nxjerë prej dinit. Ka bidate që të nxjerrin prej fesë, ka bidate që të nxjerrin prej metodologjisë. Shkum ju lut vdekurve. Këto janë bidate që të nxjerrin prej dinit. Me menu se ai ty këtë niman. O, filan baba, po du nuse, martëm. O, ti, po du me kalu provimin një më. Subhanallah, këto janë shirkiate, këto nxjerrin prej dinit. Dërsa shtesat që jashtën, sikur festimet e netëve të mëdhaja, ditëve të mëdhaja, me vlydeve të ndryshme, festime të spive, me xhamat, sikur që bën xhamiat tona, të gjitha këto janë bidate. Dhe institucioni jonë fetar do të me pas shumë kujdes se e man përgjegjësinë karshi Allahu Teala nëse nuk i ndalon bidatet në xhamiat e Zotit dhe e kanë për obligim me mësu musliman besimtar aq çfarë Allahu dhe i dërgumi na ka mësu e jo çfarë e kem gjetë traditë që s'ka bazë në Kur'an dhe Sunet. Allah na mundsof me pasu fjalën e Zotit dhe sunetin e pejgamberit Zotit Muhammedit alayhi salatu wassalam. Zoti inshallah na mundsof me jetu përputhje me librin e Zotit dhe sunet të Zotit dhe me dek në rrugën e sunetit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Deri në takimin tonë të radhës, mbeqit për kujdesin e Allahut. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh.